Përshëndetje publiku, nga pamundësia që me bo episodin e 5 serialit Sakrificat e Prindërve, nga që kisha shumë intervista prej Shqipërie, Kosove, prej këtij viraliteti që u bo tash, unë kum vendos me bo një asociacion bashk kërshi shqiptarve, se qka janë shqiptarët me të vërtet, jo keq interpretimet nga të tjerët. Pra, po fillojmë. 3, 2, 1. Fike ndritat. Ju kam të regua dhe ma parë se si bëhet një asociacion, tash nuk kena kohë që me spjegu, ama në videot ma poshtë të keni, unë pika shkurtra për spjegoj këtu. Tema do të mu shkrujt, për çka jetu i menu, për zbërthime më tutje. Pastaj, unë e kum zirë për shambull shqiptar, tash ti do të me do në 4 veçori që e përcaktojnë shqiptarin, për shambull, e këshyru më vijem si qka e kum do, 4 veçori, pastaj atë veçori që e ke zgjedh këtu, do të me do edhe atë në 4 pjesë që i përkasin asajna. Për ma shumë këshyr në shash edhe e kuptoni. Okej. Ku mendu me vendos atë dëtar nga që ne kemi qenë çdo herë dhe kemi traditë si shqiptar, atë dëtar që t'jemi e kemi amanet nga të parët tanë. Kam darë këtë pjesën që e kam vendos atë dëtar ku mdesh me ndodhën 4 veçori, 4 personalitete se kush kanë qenë atë dëtar. E unë vendin e parë e kum vendos Skënderbeun, nga të parët atë dëtar tanë. Pastaj vinë tjerë trima që e përfaqësojnë popullin ton shqiptar. I dyti me radhë është Ismail Qemali. Ismail Qemali. Pastaj kemi Mehmet Gradicën. Dhe Adem Jasharin. Po dalë për para, për nderë tyne. Lavdi trimave shqiptar ka shumë përgjithësi nga viset ndryshme, por unë zgjodha këta të 4 që njihen më shumë në popullin ton shqiptar nga gjitha krahinat. Kemi të parin rënditun Skënderbeun, Ismail Qemalin, Mehmet Gradicën dhe Adem Jasharin nga prekazi që flijoj ose sakrifikoj familjen e ti gjithën. Këta emra, këtu personalitete me një emër i quajmë atë dëtar. Kalojmë te kolona e dytë.
bamirës dhe fetar. Kena pas çdo herë trima në shqiptar kena kanë, edhe kena pas, kena edhe do të kem. Por edhe bamirës po. E tash kush është bamirës? E zbulojna tani. E para në rend që unë kum dasht me cek, si Skënderbeu që ishte i pari, ndër të parë nga trimat shqiptar, e para bamirëse nga populli shqiptar, ndër të parat, më fal, ishte Nëna Tereza. Apo Gunxhe Bojaxhiu. E dyti, Anton Qeta, i cili pajtoj shumë gjaqe. I treti, shumë i respektuari dhe shumë i nderuari, Hoxh humanist Halil Kasrati. Dhe i fundit, Hoxh humanist Elvis Naçi. Në të vërtet, ka shumë humanist, bamirës dhe fetar shqiptar, por këta i përzgjodha nga që ishin ndër humanistët më të shquar të popullit ton. E para Nëna Tereza, që ka qenë ndër të parat prej humanistëve si Skënderbeu, prej adhetarëve dhe trimave, Anton Qeta për pajtimin e gjaqeve, Halil Kasrati që po bën bujë në Kosovë duke strehuar shumë familje pa strej, pa ushqim, pa asgjë, dhe Elvis Naçi, një humanist dhe bamirës në shtetin ton, fqinje tashmë, por çdo herë do jemi të bashkuar shtetin e Shqipërisë. Vazhdoj me kolonën e tretë, pra deri me tani kemi adhetar dhe bamirës, bashkë me fetarët, që përfaqësojnë shqiptarët. E kolona e tretë edhe e katërt, po këshyrim. Shkrimtar. Shkrimtar. Ndër të parë që kum rëndit une për shkrimtarëve, më të famshëm që njihen veprat e tij në mbar popullin shqiptar dhe me gjerë, është shkrimtari ynë Naim Frashëri. Që ishte dhe ndër të parë për shkrimtarëve ton, intelektualëve ton, kurse në vendin e dytë kanë vendosur Ismail Kadarin. Në vendin e tretë, Ekrem Çabej. Dhe në vendin e katërt, shkrimtarin ton Rifat Kukaj. Pra, shqiptarët ose populli ynë çdo herë ka pas
atletar, bamirës dhe fetar, po ashtu dhe shkrimtar. Ndër shkrimtarët më të njohur të shqiptarisë ishin Naim Frashëri, Ismail Kadare, Eqrem Qabej dhe Rifat Kukaj. Këta ishin ndër përfaqësuesit e parë të shkrimtarëve në përgjithësi që përfaqësonin Shqiptarinë si Kosovën si Shqipërinë. Dhe për veçorinë e 4 të shqiptarëve do ta zbulojmë tani. Ky është profesori jam, aktor. Vendin e parë prej aktorëve kam vendosur aktorin ton Bekim Fehmiun. Në vendin e dytë Çun Lajçin. Në vendin e tretë Lezet Qenën. Dhe në vendin e katërt aktorin ton ndër më të famshmit e asaj kohe dhe tash që do të njihet çdo herë, Rasim Thaçin. Shqiptarë përveç se njiheshin si atletar, bamirës, fetar, shkrimtar, njiheshin edhe për aktrimin e tyre, nga që kishim shumë luftra, një njeri dilte dhe mundohej nga vetja të nxirrte atë pikën pozitive nga 99% negativ që t'i disponoj edhe shtresat e tjera familjare ose familjen e tij. Prandaj linden edhe aktor shquar të Kosovës që ende rrinë në zemrat tona, nga që edhe është profesioni im, me nder i respektoj, me fjalën lavdi. Në vendin e parë kam vendosur aktorin ton të famshëm Bekim Fehmiun, në vendin e dytë aktorin dhe shkrimtarin ton Çun Lajçin, aktoren ton ndër më të famshme që luajti shumë role gjatë karrierës së saj të aktrimit, aktor në Lezet Qenën, dhe Rasim Thaçi, Cimen, siç e njohim ndryshe, që ishte një njeri me vlera të larta në veprimtarinë e tij. Ky pra ishte asociacioni që unë përgatita sot, që tregoj që shqiptarët që nga e kaluara tash dhe do t'jenë çdo herë me vlera të larta botërore.